A doni të dini lidhjen mes pasurisë të zyrtarëve dhe të nderve publik? 31 marsi është afati i fundit për deklarimin e pasurisë pranë Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. Në vitet e fundit, deklarimet janë centralizuar në një platformë të vetme, të filtrueshme sipas emrit, institucionit dhe viteve, në linjë me rekomandimet e KDI-s. Por Integrity Watch Kosova shkon më tej. Platforma e KDI-s mundson analizë të thellë të deklarimeve, sidomos të pronësive biznesore, për të identifikuar rreziqet e konfliktit të interesit. Mjafton të vizitoni integritywatchkosova.org dhe të hyni në modulin e deklarimit të pasurisë. Platforma është interaktive, me një klikim mbi grafik dhe të gjitha të dhënat filtrohen dhe përditësohen automatikisht. Për shembull, nëse klikoni mbi zyrtarët me pronësi biznesore, të gjitha grafikat reflektojnë vetëm këtë kategori. Red flags sinjalizojnë raste të dyshimta si kompani të lidhura me zyrtarët që fitojnë tender publik. Të dhënat mund t'i shkarkoni në format të ripërdorshëm dhe kërkoni lehtësisht sipas emrit, kompanisë apo institucionit. Me pak fjalë, platforma i kthen të dhënat në fakte për të kuptuar qartë lidhjen ndërmjet pasurisë dhe pushtetit.